Duket e pabesueshme, po ky fshat i harruar në periferit të Korçës i ka dhënë emrin njërës prej lagjeve më të famshme të njërit prej qyteteve më të mëdhej të botës, lagje Zemlak në Kajro. Në fakt jam në fshatin Zemlak në Korçë, vetëm 8 minuta nga Kosha. Po çfarë lidhje ka mes këtij fshatin periferit të Korçës dhe lagjes më të famshme të Kajros? Lidhja e tyre është Muhamet Ali Pasha i Egjiptit, sundimtari dhe themeluesi i dinastisë që sundoi Egjiptin për më shumë se 150 vjet. Muhamet Ali Pasha vinte nga një familje nga Zemlaku i Korçës. Ai ka lindur në kavallat Greqisë, ku babai i tij ishte drejtues, komandant ushtarak në një prej reparteve speciale të Perandorisë Osmane, por familja e tij vinte nga kjo zonë, midis Zemlakut, Plasës dhe Pojanit. Ai nuk e harroi kurrë fshatin e tij dhe në momentin që mbriti në Egjipt në vitin 1805 dhe më pas kur u instalua si mbret i Egjiptit dhe i Sudanit, ai i dha emrin lagjes kryesore të Kajros së saj kohe, që është një lagje midis dy anëve, dy deltave të lumit Nil, Zemlak. Sot Zemlaku i Kajros është një prej lagjeve më të famshme të njërit prej qyteteve më të mëdhej të botës dhe kudo në internet është publik fakti që emri i saj vjen nga ky fshat. Ky fshat krejtësisht i qetë në periferit Korçës, që është vendlindja dhe pjesë dhe prejardhja familjare e sundimtarit të Egjiptit dhe dinastisë që sundoi Egjiptin për 150 vjet. Nga Zemlaku i Korçës për Zemlakun e Kajros.